Shëngjini po përjeton një tjetër verë të mbushur me pushues. Plazhet e tij janë kthyer edhe këtë sezon në një pikë të preferuar për turistët nga Kosova, të cilët udhtojnë drejt bregdetit të Lezhës për shijuar detin, klimën dhe atmosferën verore. Afërsia me Kosovën, plazhe cilësore, mikpritja dhe përmirësimi i infrastrukturës janë disa nga arsyet që i rikthejnë pushuesit kosovar në Shëngjin vit pas viti. Për shumë prej tyre, ky bregdet është tashmë një zgjedhje e konsoliduar për pushimet verore. Shifrat e muajit korrik konfirmojnë nesurinë pozitive të sezonit turistik. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, numri i turistëve është rritur me 5%. Pushuesit nga Kosova vijojnë të përbëjnë 65% të totalit të vizitorëve, ndërkohë 20% janë turistë huaj, ku spikasin vizitorët nga Gjermania, Polonia, Italia dhe Çekia, ndërsa 15% e pushuesve janë shtetas që banojnë në Shqipëri. Rritja e numrit të turistëve dhe prania gjithnjë më e madhe e vizitorëve nga vende të ndryshme europiane konfirmojnë se bregdeti i Shëngjinit po forcon pozicionin e tij si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në vend, duke vijuar të jetë zgjedhja e parë e pushuesve nga Kosova.